Edhe unë besoj nga pikpamjen e të huajve ndoshta nuk takon shumë asnjë të huaj do vi këtu duke menduar për borxhin e dikujt tjetër që ishte bërë para 10 vjet. Ne duam një standard që është barabartë me gjithë, kështu që nëse dikush vjen këtu edhe do thotë që unë do të bëj investim, nuk do pagoj taksën edhe do pres 10 vjet duke shpresuar që do më falet. Gjysmë këta ndoshta nuk është një plan biznes që ka shumë sens, por prap se prap nëse është diçka që është mbikëqyrë ose transparent, ma paktën nëse shikojmë që vetëm të afërmit të qeverisë ose vëllezërit ose kushërin përfitojnë me këta ose ata që kanë dhënë donacionet të qeveria ose të partia, po përfitojnë, do thotë që okay, kemi një pikë pyetje që nuk shkon. Por është diçka që mund të bëhet edhe në Amerikë. Për shembull bëhet gjithmonë tek IRS, domethënë drejtorit tatimesh, ata vjen te ty nëse ke borxh dhe thonë që okay, mund të paguash me kast. Ose mund të bëjmë një zbritje, por është diçka që është transparent, edhe nëse IRS shkon te vllaun ose një të afërmit të Trumpit ose Biden ose Obama edhe gjithmonë ka dhënë zbritjet e të, do thotë që këtë ka tingëllon si korrupsion ose diçka që nuk shkon. Kështu që për mua nëse ndodh, mund të ketë një logjik nga ekonomia, nga edhe ka president, sidomos në sektorin privat, por prapë se prapë duhet transparencë për të siguruar që nuk është abuzuar nga në këtë drejtim. Gjithsesi, ligji në momentin që del drafti do të bëhet i zbatueshëm për të gjithë, besoj. Ndërkohë, ministri Malaj në takimin që pati me kryeministrin folën për reforma strukturore të thella. Për ju si investitor, cilat janë dy reformat jo fiskale, por më urgjente, pa cilat kjo paqe fiskale nuk do të kishte vlerë? Çfarë reformash të tjera duhet ta shoqërojnë? Unë besoj që edhe është përmendur nga Dhoma Amerikane, ne jemi duke bërë negociat me çdo kom të heqim takset, sidomos tarifet, të jemi barabartë sa më shumë. E di që tregon direkt me Amerikë nuk është shumë, por ndoshta nëse është një mundësi tani për qeveri të shkojë te administrata Trump të thotë që do zbresim ose do heqim tarifet edhe do bëjmë një deal, edhe mund të jetë një vend atraktiv për investim nga Evropë për të prodhuar këtu për të eksportuar në Amerikë. Çfarë konkretisht çfarë taksash? Është diçka që ndoshta është një pikpamje më afatgjat. Çfarë taksash dhe në çfarë niveli mund të ishte një propozim i qeverisë shqiptare i duhur për administratën amerikane? Unë nuk kam ndonjë sektor specifike në mend, por çfarë na mungon për momentin? Na mungon prodhimi, më mungon fabrikat që po prodhojnë gjërat dhe eksportojnë. Ne kemi shumë ecje pozitiv në turizëm, besoj që fushën e bujqësi është ndoshta më vështirë si që ka pas qenë. Unë kur shikoj më pak në Tirana, unë më kanë vënë re që kanë shumë të huaj që janë duke punuar edhe në hotel, edhe në bar edhe kafe, kështu që besoj që është një jetë gjë edhe në sektorin bujqësi që ka nevojë për njerëz të vinë edhe të punojnë këtu. Do thotë që ose shqiptarët janë plot punësuar, edhe nuk besoj që është ashtu, ose nuk kanë qef të bëjnë punë që është në ofert, ose kanë ikë ata që mund të bëjnë këta. Nëse ne duam të tërheqim shqiptarët, ose të vinë prapë të punojnë këtu, ose të mobilizojnë ata që janë këtu edhe nuk janë duke punuar, ne duhet ndoshta të bëjmë sa deal që janë më specifike tek disa investorët. Ne bëjmë këtë në Ohio, për shembull kemi një fond investimesh që është specifik për Ohio, edhe ne shkojmë nëpër botë, edhe themi për shembull gjermanët ose japonezët, hajde bëj një fabrikë këtu për automjet ose për një pjesë të automjetës ose diçka të tillë, se është diçka që na intereson. Mendoni se ka interes për Shqipërinë Amerika në këtë drejtim? Unë besoj që ne Amerikanët ne kemi interes të kemi investim direkt në Amerikë, por shqiptarët ndoshta kanë një pozitë që është konkurrencë me Evropë, nëse ata mund të bëjnë një marrëveshje direkt me Amerikë, edhe Shqipëria është në prang të BE, por nuk është akoma në BE, kështu që nuk është varur nga tarifet të BE-s.
edhe mund të bëjnë një negociat direkt me Amerikë, mund të heqin këto tarifet edhe ndoshta mund të jetë një opcion i dytë për fabrikë të Evropës që duhen të ndoshta shpërndajnë rrezikun të tillë, por brenda është kërkuar një gjë e tillë, është propozuar nga dhoma amerikane, sepse dikush do ta propozojë. Nuk është propozuar tamam me specifike, ata besoj që kanë propozuar që të heqim tarifet midis Amerikë, edhe këtë është një hap dytësore që mund të ndodhë, por besoj që është diçka që ndoshta AIDA ose ata mund të shkojnë edhe mund të tentojnë të konkurrojnë. Unë e kam parë që shumica nga interesi të huajt për Shqipëri tani është në IT, sepse këto është një boom që po ndodh, është diçka që ndoshta Shqipëria ka një farë potencial. Por ka dhe taksa më të favorshme, edhe në këtë drejtim qeveria ka vendosur taksa. Por ka lek, këta sektor ka lek, kështu që nuk është shumë nxituar nga taks, sepse ka lek edhe ka shumë boom tani në ekonomi globale, edhe nevoja edhe kërkesë. Kështu që unë besoj që këta edhe lidhje me këta është energji. Unë besoj që akoma nuk kemi shfrytzuar mundësi për data centers, që është qendra datës, nuk e di si përkthehet tamam. Për ruajtjen, për ruajtje informacionit. Dhe është diçka që Amerika është duke investuar shumë tani, por ka shumë lidhje me energji. Dhe do jetë ardhmja dhe do të jetë e nevojshme patjetër në të ardhmen në gjithë këtë zhvillim. Besoj që Shqipëria ka një potencial, edhe është një vend që ka një nga pikë të fortë të Shqipërisë është që ka energji. Nga një herë pikë të dobët është rrjetin e shpërndarjes. Nëse, duke menduar, domethënë me zë të lartë, nëse një data center kishin një lidhje direkt me satelit, nuk do kishin nevojë kaq shumë për të lidhur me rrjetin, sepse do përdoret energji që është përdorur në një vend që ndoshta nuk është lidhur me rrjetin, por do përdoret direkt në një data center edhe informacioni do lidhet me satelit. Kështu që këta është një ide ose që mund të jetë shfrytzuar ose zhvilluar për të kap boomin që është duke ndodhur tani në AI, edhe për të kap këta pozitë strategjike që Shqipëria ka me energjinë. Edhe është diçka që mund të tërheq shumë investime. Besoj që unë kam disa fonde investime me cilë jam lidh në Amerikë dhe mund të jenë interesuar për të investuar në diçka të tillë. Për të nisur në Shqipëri për data center, siç e them.